Festa e një grupi shokësh që kishin dalur në mal për gjueti për t'u argëtuar nuk ka zgjatur shumë, pasi ka përfunduar me fatalitet. Ka mjaftuar një çast i pakujdesisë që gjuetia të kthehej në tragjedi e njëri prej tyre mos të kthehet më kurrë. Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se gjatë ditës së djeshme, zyrtarët e policisë nga rajoni Strumicës, respektivisht nga Radovishi, kanë arrestuar disa persona, pasi të hënën ata kishin shkuar në gjueti në territorin e Gabrevcit, pa posëduar leje të vlefshme për gjueti, ndërsa dyshohet se nga pakujdesia e kanë vrarë një person. Viktima, siç njoftoi nga MPB, është goditur në pjesën e stomakut edhe krahut dhe gjatë transportimit për në spital nuk ka arritur t'u mbijetojë plagëve. Gjatë gjuetis, personi me iniciale MB nga pakujdesia shkrepi një fishek me pushkën e tij dhe qelloi personin me inicialet JP në zonën e stomakut dhe krahut. Pas incidentit të plagosurin e vendosën në një automjet dhe drejtuan drejt shërbimit të urgjencës në Radovish. Gjatë rrugës njoftuan shërbimin e urgjencës dhe u takuan me automjetin e urgjencës në vendin e quajtur Dedinski Çajri, në territorin e Dedinit. Mjeku konstatoi vdekjen e personit. Prokurori publik i Prokurorisë Themelore Radovish dhe një ekip i njësisë policore Radovish kryen inspektimin në vendngjarje. Sipas urdhrit të prokurorit, trupi i viktimës është dorëzuar për obduksion. Nga të gjithë të përfshirët nga MPB informojnë se janë sekuestruar armët e gjuetisë dhe municioni, ndërsa gjatë kontrollit në shtëpinë e personit që shkrepi armën, janë sekuestruar gjithashtu pushkë dhe municion. 3 persona mbeten në stacionin policor Radovish. Gjatë ditës do të dorëzohet kallëzim penal ndaj personit me inicialet të MB për vrasje nga pakujdesia, ndërkaq pas dokumentimit të plotë të rastit, do të dorëzohet kallëzim penal edhe ndaj 11 personave tjerë për gjueti të paligjshme.